Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Falen 5 vakte, Francesca merr vendimin për t'u mbuluar. Modelja Francesca Murati ka surprizuar ndjekësit e saj gjatë një sesioni virtual në Instagram. Përmes rubrikës Ask Me a Question, ajo zbuloi për herë të parë për kushtimin e saj fetar që nuk e kishte bërë publik më parë. Francesca tregoi se është praktikuese rregullt e fesë islame dhe fal 5 vakte, duke ndarë një pjesë të intimitetit të saj personal me fansat. E pyetur për qëndrimin e saj ndaj femrave që zgjedhin të mbulojnë veten, Francesca theksoi se mbështet çdo grua që ndjek bindjet dhe zemrën e saj. Ajo sqaroi se megjithse nuk do të zgjidhte vetë të mbulohej, respekton dhe vlerëson vendimet e të tjerëve. Mesazhi i saj përfshin një qasje të hapur dhe të tolerancës ndaj zgjedhjeve personale të femrave në shoqëri. Çdo femër është e lirë të bëjë çfarë të dojë zemra e saj. Secila ka rrugën dhe bindjet e veta. Unë falem 5 vakte edhe pse deri më sot nuk kam vendosur akoma të mbulohem, shkruan ajo.